Sot, në takimin e dytë, që pata me zotin Kurti, për këtë çështje, pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, gjatë ditës, SYPDK ofrum edhe një mundësi konkrete dhe të fundit për të shmangur zgjedhjet e reja. Kërkuam që zgjedhet presidenti i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, me qëllim për të garantuar stabilitetin institucional dhe të kalimin e ngërçit politik. Me këtë ofertë dhe me gjithë hapat e ndërmarrë deri me tani, mund t'ju konfirmoj se nga sot Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëhet pjesë e veprimeve të mëtejme formale në kuadër të këtij procesi. Kjo është përpjekja jonë e fundit. Tani mbetet të shihet nëse shumica parlamentare dhe zoti Kurti do të reflektojnë me seriozitet për të shmangur vendit zgjedhjet e reja, apo nëse gatishmëria dhe konstruktiviteti ynë do të trajtohen si mundësi për të zhvendosur përgjegjësinë e jo si bazë për një zgjedhje temelfelt. Unë uroj që të mbizotroj e para.